Zonja dhe zotërinj, Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, shkëlqësia e tij, Zoti Edi Rama. Dikur prisnim. Në radhë të pafundme. Duar të mbushura me letra. Sytë që shpresonin. Një kërkesë e thjeshtë. Një shërbim i ndershëm. Një premtim. Por ajo kohë ka kaluar. Sot, po ndërtojmë të ardhmen. Teknologjia është e drejta jonë, jo një luks. Një urë që na çon drejt barazisë, drejt një shteti që funksionon pa pengesa. Sot, po ndërtojmë Shqipërinë që ecën, pa hezitim. Ajo vepron, ajo frymëzon, ajo ecën drejt së ardhmes që e meriton. Ftoj për fjalën përshëndetse, drejtoreshën e përgjithshme të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, zonjën Mirlinda Kurçanaj. Nderuar kryeministër, të nderuar ministra, bashkëpunëtor, më shumë se një dekadë më parë, kishim një zgjedhje para nesh. Do ndërtonim një shtet si gjithë të tjerët, apo do të krijonim një të ri nga themelet, me mendjen te teknologjia dhe ardhmja. Ne zgjodhëm rrugën më të vështirë, por më frymëzuese, digitalizimin e çdo shtylle të shoqërisë sonë. E quajmë këtë Jëllbenja, por në thelb është një besim. Është besimi se një shtet i zgjuar nuk krijohet vetëm me ligje dhe institucione, por me guximin për të inovuar dhe bashkëpunuar. Sot në platformën Jëllbenja ofrohen online të gjitha shërbimet publike, me përjashtim të atyre që kërkojnë prezencë fizike. Të gjitha dokumentet personale, regjistrimi një biznesi të ri, aplikimi për ndihmë ekonomike, nënshkrimi elektronik i të gjitha dokumenteve. Qytetarët shqiptar nuk ka nevojë të rrinë në radhë para zyrave të shtetit, sepse kemi krijuar një shtet që nuk të vë në pritje. Gjithçka fillon me arsimin. Ne po përgatisim breza për të cilët ato radhët, letrat, burokracia e të shkuarës do t'jenë si që janë për ne tollonat edhe ato radhët e qumshit kohës e verit. Ne e kuptuam në kohë që nuk mund të ndërtosh një shoqëri digjitale pa qytetar me aftësi digjitale. Fëmijët tanë sot mësojnë kodim që në klasë të parë, po çfarë është më e rëndësishmja, mësohen të mendojnë në mënyrë kritike, të kuptojnë botën digjitale, të përdorin teknologjinë me përgjegjësi. 316 Smart Labet e para të implementuara nga qeveria shqiptare dhe programi GovTech i Bankës Botërore, i mësojnë fëmijët tanë që jo vetëm të jenë përdorues të teknologjisë, por ta krijojnë atë. Me suportin e CEP dhe WBIF brenda 2026-s, të gjitha shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në Shqipëri do të kenë Smart Labet e tyre. Kurrikulat tona janë dinamike,
të përshtatura për një botë që ndryshon më shpejt se kurrë. Sepse ardhmja digjitale nuk ndërtohet nga sistemet, ndërtohet nga njerëzit. Administrata publike sot funksionon si një platformë digjitale, që falë teknologjisë nuk punon deri në orën 4 apo 5, por ofron shërbimin 24/7. Nga regjistrimi lindjes tek aplikimi për pension, qytetarët tanë nuk rinë radhë. Ata nuk i shërbejnë shtetit, është shteti që ju shërben atyra. Në arsim kemi bërë një revolucion të heshtur, por që ndihet çdo ditë, në çdo shkollë, në çdo familje, në çdo bankë nxënësi. Në sistemin e arsimit parauniversitar SMIP janë 700.000 prindër, rreth 350.000 nxënës, mbi 35.000 mësues, të cilët japin dhe marrin informacion në kohë reale për gjithçka që ka lidhje me jetën shkollore. Notat, mungesat, sjellja, performanca. 240.000 regjistrime dhe transferime janë kryer online, pa letra, pa dosje, pa sportelet pa nevojshme. 1 milion dëftesa me vulë elektronika. Kemi kursyer kohë për mësuesit, për prindrit, kemi kursyer para në buxhetin e shtetit. Vetëm këtë vit, 76.000 certifikata mature të lëshuara online. As një radhë për të marrë një copë letër, vetëm një klikim për të marrë një të ardhme. Të gjithë ju që keni regjistruar fëmijën në klasë të parë, ju kujtohet çfarë duhet të bënit për të marrë një vërtetim vaksina. Do shkonit ajo qendra shëndetësore, do prisni të vinte punonjësi, do hape ai regjistri madh me ato fletët, do gjendej emri i fëmijës, do mbajshin shënim vaksina, do bëj vërtetimi, e gjitha kjo i përket të kaluarës. 30.000 vërtetime vaksinash kanë informuar sistemin SMIP falë ndërveprimit të sistemeve shëndetësore dhe atyre arsimore. Në shëndetësi nuk kemi ndërtuar vetëm spitale moderne, kemi krijuar një ekosistem të integruar shëndetësor. Qytetarët marrin receta elektronike, planifikojnë vizitën e tyre si atë bazë ashtu dhe atë të avancuar, marrin të gjitha raportet mjekësore me vulë digjitale. Mjekët kanë në dispozicion sisteme dhe të dhëna që i ndihmojnë që ta trajtojnë pacientin më mirë. Sepse në një sistem që funksionon shërohet më shumë dhe pritet më pak. Dhurimi i gjakut është një akt që shpëton jetë. Falë sistemit implementuar, qytetari mund të planifikojë dhurimin e radhës, por dhe merr njoftim kur grupi i tij i gjakut është në mungesë, duke bërë diferencën në momentin e duhur për atë që ka vërtet nevojë. Për sipërmarrësin koha është para. Ne kemi ndërtuar një shtet që nuk e pengon sipërmarrjen nga burokracia. Regjistrimi i biznesit realizohet në pak minuta. Shitjet deklarohen në kohë reale online. Tatimet deklarohen dhe paguhen online. Të gjitha faturat janë elektronike. Shteti nuk është pengesë, është një partner. Lejet, licencat, aplikimet nuk janë më labirinte, janë procese të qarta, të gjurmueshme dhe shumë transparente. Sepse në një ekonomi në rritje, nuk mbahet dot peng sipërmarrja me letrat panevojshme. Revolucioni digjital ka prekur një nga shtyllat më të vjetra, por dhe më jetike të ekonomisë shqiptare, fermerin shqiptar. Dikur me dosje në krah, rrugë të gjata, një sportel që të mbyste nga burokracia. Tashmë fermerët aplikojnë për skemat mbështetëse online me vetëm një klik. Janë mbi 80.000 aplikimet të tyre që e tregon qartë që fermeri shqiptar ka hyrë në epokën digjitale. Ne po ndërtojmë një sistem të integruar të dhënave të turizmit, i cili do të mundsojë një përvojë moderne, por dhe të besueshme, për një Shqipëri që rritet çdo ditë mbi themelet e digjitalizimit. Digital wallet ose portofoli digital i qytetarit është një nga komponentët më të rëndësishëm të planit të rritjes.
ky nuk do t'jetë vetëm një aplikacion, ky do t'jetë një mjet i sigurt, i besueshëm, sipas standardeve më të mira të Bashkimit Evropian, i cili do të mundsojë aksesin në dokumentet më të rëndësishme personale. Nga patentat, e verifikimi moshës, te diploma e shkollës, te gjitha licencat, çdo gjë do të merret menjëherë nga kudo edhe në çdo kohë. 620 miliard lek janë kursyer nga xhepat e qytetarëve, bizneseve, por dhe nga buxheti i shtetit. 7600 vite pritjen ato radhët panevojshme. Baras kjo me 25.000 rrotullime të plota rreth botës. 75.5 milion flet letër nuk janë përdorur. Nuk kemi mbrojtur vetëm disa pemë, kemi mbrojtur një pyll të tërë. Për shqiptarët jashtëdheu, digitalizimi ka fshirë distancat dhe ka kursyer para. Dikur duhet bëje një udhëtim për të marrë një vërtetim. 57 milion euro janë kursyer në xhepat e shqiptarëve jashtëdheut, nga biletat, nga shpenzimet e këtyre udhëtimeve, nga lënia e ditëve të punës. Që nga viti 2020, nuk kërkohet më asnjë dokument shoqërues shtet me shtet. Administrata publike gjeneron këto dokumente në heshtje, në platformën e nënshkrimit elektronik, e cila është përmirësuar vetëm muajin e kaluar. Janë mbi 200 institucione, 7.000 punonjës, të cilët tashmë fal përmirësimit mund të gjenerojnë 590 dokumente me vull digjitale. Në këtë sistem kemi integruar edhe inteligjencën e biznesit që bën të mundur monitorimin e ofrimit të këtyre shërbimeve. Bazuar në praktikat më të njohura ndërkombëtare, kemi krijuar standardin e shërbimeve online dhe po ndërtojmë mekanizmin për monitorimin e këtij standardi duke përdorur inteligjencën artificiale. Sistemet përmirësohen çdo ditë në të mirë të qytetarëve dhe bizneseve. Vetëm javën e kaluar kemi lançuar sistemin e përmirësuar të lejeve të ndërtimit. Dikur duhet trokisje në 4 dritare virtuale, që ishin çdo dritare një institucion, duhet prisje të mbaronte punë njëri, që pastaj të dilte ajo leja mjedisore, të kaloje ke tjetri, dilte leja ujit, e kështu me radhë shkonte zinxhir, harxohej ko pafund. Tani është një dritare vetme. 4 institucionet fillojnë punë në mënyrë të menjëhershme, duke kursyer kohë, duke kursyer energji, duke i shërbyer shumë më mirë qytetarit dhe biznesit. Nuk mund të përmend çdo fushë se do më duheshin orë të tëra, por dua të theksoj që digitalizimi i ka sjell shërbime të shpejta dhe të aksesueshme qytetarit, por inteligjenca artificiale po e çon këtë zhvillim në një nivel krejtësisht tjetër. Procese pune që më parë donin muaj, ndoshta vite, tani realizohen fal inteligjencës artificiale në vetëm pak minuta. Përkthehet legjislacioni i Bashkimit Evropian, krijohen tabelat krahasuese, analizohet përputhshmëria, gjithçka me një saktësi shumë të madhe, mbi 96%. Modelet e inteligjencës artificiale që po pilotojmë në tatime dhe dogana janë në gjendje të analizojnë një sasi shumë të madhe të dhënash, të identifikojnë anomalit dhe të jenë në gjendje që të raportojnë abuzimet. Sepse inteligjenca artificiale nuk ka preferenca, ka vetëm një logjik shumë të ftohtë. Të gjithë e njohim diellën, asistentin virtual të platformës si Albania. Kjo teknologji është ndruar në një asistent digital inteligjent që dëgjon, flet, udhëzon qytetarët dhe bizneset të marrin shërbimet e tyre. Por nga sot diella është bërë edhe më zgjuar, sepse na jep në mënyrë proaktive 54 shërbime me vulë elektronike që merren menjëherë fal digitalizimit të arkiveve fizike. Platforma ndërveprimit, megjithëse e padukshme për qytetarët, është arkitektura bazë e infrastrukturës digjitale në shtetin shqiptar.
Janë 63 sisteme që shkëmbejnë të dhëna në kohë reale mes tyre, duke bërë të parambushen mbi 75% të formularëve. Vetë platforma e ndërveprimit, e-Albania dhe të gjitha shërbimet po përmirësohen fal programit GovTech të Bankës Botërore. Shërbimet po rindërtohen me logjikën e mikroshërbimeve, që të them në gjuhë më të thjeshtë për ju, të gjithë e kemi parasysh atë mesazhin stresues një gabim ka ndodhur, i cili del kur njëri nga sistemet mbështetëse ose disa janë jo funksionale. Kjo do t'i përkasit të kaluarës, nuk do kemi nevojë të riaplikojmë, sepse aplikimi do të ruhet, do të vendoset në radhë dhe të dhënat do të përpunohen sapo sistemi të jetë sërish funksional. Por do të shkojmë më tej. Në prokurime publike, inteligjenca artificiale do të hartoj termat e referencës në mënyrë objektive. Do të llogaris një fond limit real. Do të bëj vlerësimin e ofertave pa ndikim. Teknologjia vjen me rreziqe dhe ne e dim këtë. Kërcënimet kibernetike janë reale, Shqipëria është përballur me to, por ka rezistuar. Tashmë, dhe fal bashkëpunimit me Iglin, ne kemi ndërtuar një arkitekturë kibernetike e cila përforcohet nga inteligjenca artificiale, duke bërë të mundur që mbi 60% të alerteve të trajtohen automatikisht. Në këtë arkitekturë të avancuar, inteligjenca artificiale është kthyer në epiqendrën e fortifikimit, që nga parandalimi, reagimi ndaj incidenteve dhe neutralizimi i kërcënimeve. Të dashur miq, kjo nuk është vetëm një histori teknologjike, është një mënyrë e re e funksionimit të shtetit. Një shtet që nuk të thot hajde në zyrën time, por që shkon te qytetari. Një shtet i cili nuk të vë në pritje, por ta jep shërbimin me një herë, sepse shërbimi është një drejtë të cilën ne e marrim sot me një klik. 4.4 milion shërbime janë marrë vetëm 3 muaj të këtij viti në Albania. Janë 23% më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Çdo muaj merren mesatarisht 1.2 milion shërbime. Kjo është ajo Albania që nuk punon. Por duhet ta dim që digitalizimi nuk është një projekt që ka një fillim, ka dhe një fund. Është një rrugtim që kërkon vizion, përditësim, por edhe përullësi për të mësuar nga gabimet. Ne jemi të ndërgjegjshëm që çdo klikim që dështon është një zgënjim, por jemi po aq të vendosur që të përmirësohemi çdo ditë. Dhe në këtë rrugtim të vështirë por të bukur, dua të theksoj një fakt shumë të rëndësishëm. Transformimi digital i shtetit shqiptar do të ishte i pamundur pa një vizion politik të qartë, të guximshëm dhe të palëkundur. Kryeministri Edi Rama ka besuar në këtë drejtim shumë kohë më parë se digitalizimi ishte një trend global. E ka ndërtuar themelet e një filozofie ku shteti nuk duhet të jetë një kështjellë e mbyllur, por një shërbim i hapur, i drejtë për qytetarët, duke e bërë shtetin transparent dhe human. Po fal këtij vizioni, Shqipëria nuk është sot një vend që kopjon zgjidhjet e të tjerëve, por i krijon vetë ato. Platforma e-Albania, modeli inteligjencës artificiale për parafrimin e legjislacionit në BE, modelet me të cilat po punojmë për prokurimet, janë një shembull i qartë në rajon dhe më gjerë, sepse pas tyre nuk kanë thjesht një ekip teknik, kanë një vizion politik që nuk ka frikë nga sfidat dhe beson fuqishëm në shtetin e të ardhmes. Por ky rrugtim do të ishte i pamundur pa suportin e partnerëve tanë. Falenderoj Bankën Botërore dhe programin GovTech, Departamentin Amerikan të Shtetit, Microsoftin, Ambasadën Franceze, Institutin Tony Blair për ndryshim global, për ekspertizën e tyre të padiskutueshme. Falenderoj dhe stafin e Akshit, të cilët punojnë në mënyrë të padukshme, por bëjnë një punë jashtëzakonisht të madhe me përkushtim dhe me ekspertizën më të mirë
që ekziston sot në treg. Të dashur miq, shteti digital nuk është luks, është një domosdoshmëri e kohës. E mbi gjitha është një drejtë që i takon qytetarit. Ne në Shqipëri e kemi nisur këtë rrugë me përkushtim teknik, me mbështetje politike të palëkundur dhe do ta çojmë përpara me vendosmëri, por edhe me pasion. Jo për teknologjinë, po për njerëzit. Jo për të ndjekur botën, po për të qenë pjesë aktive e saj. Dhe unë tani do t'i lutem Enios, drejtorit inteligjencës artificiale në AKSH, të na tregoj sa e zgjuar është Bërdiella ditë e fundit. Atëherë demonstrojmë vetëm 2 nga shërbimet. Faleminderit Diella. Atëherë demonstrojmë vetëm 2 nga shërbimet, të cilat gjenerohen nga Diella në kohë reale. Nisem me të parën. Dua një certifikat personale. Faleminderit paraqafisht për lirimin tuaj. Më shumë pak sekonda do të jeni gati. Ju lutem, klikoni butonin shkarkoj për të përfunduar procesin dhe për të marrë certifikatin tuaj personal. Atëherë në këtë ambient test pam se si me një komand të vetme zanori Diella është aftë që të thrasë shërbimin e dur dhe të përcaktoj shërbimin e dur. Testojmë edhe një shërbim tjetër për demonstrim. Diella, dua një certifikat familjare. Gabon dhe Diella. Ky është një ambient test normalisht. Ky është ambienti test sepse po mundsojmë hologramën për ta sjell Diellën prezente. Por në ambientin live që është tani në Albania, qytetarët mund t'i përdorin këto shërbime dhe t'i marrin. Aktualisht janë zhvilluar 54 shërbime të cilat gjenerojnë dokumente nga Diella në kohë reale, dhe normalisht ky është vetëm fillimi i punës, pasi do pasohet me të gjithë shërbimet e tjera të cilat janë prezente në Faleminderit Enio, në muaj që vijnë, Diella do t'i japi jo vetëm këto shërbime, por do ta udhëheqë qytetarin dhe biznesin nga fillimi në fund për 1253 aplikime. Faleminderit për vëmendjen. I jepet fjala Ministrit Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, zotit Blendi Gonxha. Nderuar përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të trupit diplomatik, partnerë ndërkombëtar, kolegë dhe pjesëmarrës. Ky sot është një moment reflektimi dhe krenarie, një moment për të ndalur, për të parë pas me vlerësim atë çfarë kemi arritur dhe për të parë përpara me vendosmëri dhe me besim. Shqipëria ka ndërmarrë një prej transformimeve më të thella institucionale të dekadave të fundit, atë të digitalizimit të plotë të administratës publike dhe shërbimeve për qytetarët. Ky nuk ka qenë një hap simbolik, ka qenë një reformë rrënjësore që ka prekur çdo shtresë të sistemit shtetëror. Një reformë që ka ndryshuar përfundimisht mënyrën se si funksionon marrëdhënia qytetar-institucion publik. Sot më shumë se 95% e shërbimeve publike janë online, të aksesueshme nga çdo pajisje dhe nga çdo vend. Platforma e-Albania është bërë porta hyrëse në shërbimet e shtetit. Qytetarët nuk presin më në sportele, siç e tha dhe Linda, shteti është aty në dorën e tyre. Kjo nuk është thjesht statistik, kjo është një kulturë e re qeverisjeje, një mënyrë e re të menduari dhe të vepruari që përforcon transparencën, ndershmërinë dhe shërbimin. Dhe ajo që e bën këtë rritje edhe më të fuqishme është fakti se nuk është ndërtuar me një model të importuar, është ndërtuar me ekspertizë vendase, me përkushtim institucional, me partneritet dhe me një vizion të qartë për një shtet që respekton kohën e qytetarit. Digitalizimi është sot kolona kurizore e administratës shqiptare, por ai është gjithashtu platforma mbi të cilën po ndërtohet inovacioni ynë i së ardhmes.
Shqipëria ka nisur përdorimin e inteligjencës artificiale për të përmirësuar shërbimet publike dhe për të sjellë një qeverisje më të shpejtë, më inteligjente, më të orientuar nga nevojat reale të qytetarëve. Janë ndërtuar, siç e shohim dhe këtu, asistent virtual që po japin qytetarëve përgjigje të menjëhershme, të qarta, të personalizuara. Po analizojnë të dhënat për të rritur efikasitetin edhe në vendimmarrje. Po forcojnë sistemet e sigurisë kibernetike dhe për të mbrojtur gjithçka që ne kemi ndërtuar me kaq përkushtim. Ky është vetëm fillimi. Sot Shqipëria nuk është më vendi që përpiqet të arrijë të tjerët. Shqipëria është një vend që shikohet si shembull në rajon dhe më gjerë, si qasje ndaj digitalizimit dhe inovacionit që po merret tashmë dhe si model nga të tjerët. Dhe kjo është arritur me punë, me durim dhe me besimin se teknologjia është e ardhmja, jo vetëm e administratës sonë, por e gjithë zhvillimit shoqëror dhe ekonomik. Për këtë arsye fokusi ynë tashmë është shumë më i gjerë: edukimi digjital, sipërmarrja teknologjike, bashkëpunimi me sektorin privat, krijimi i kushteve për startupe që ndërtojmë këtu dhe që konkurrojnë sot me jashtë, eksportimi i zgjidhjeve tona teknologjike, krijimi i një Shqipërie që nuk është vetëm përdoruese, por së pari tenton të bëhet krijuese e teknologjisë. Ky është momenti për të çuar më tej gjithçka kemi ndërtuar, është momenti për të investuar më shumë në burime njerëzore, për të mbështetur talentet shqiptare në kapacitete, për t'i fuqizuar ato në nivel kombëtar, në inovacion dhe për ta kthyer Shqipërinë në një pikë referimi për zhvillimin digjital në tërë Europën juglindore. Transformimi i nisur është i pakthyeshëm, por më e rëndësishmja, ai është gjithmonë i vazhdueshëm, sepse ardhmja nuk është statike, e ardhmja ndryshon çdo ditë. Dhe ne kemi zgjedhur jo vetëm ta ndjekim, siç e kemi thënë dhe siç punojmë për ta bërë, por edhe ta udhëheqim atë. Unë ju falenderoj gjithë për përkushtimin në nivel institucional, falenderoj Lindën, Akshin së pari, falenderoj për bashkëpunimin çdo partner, për mbështetjen e çdo profesionisti, për besimin e çdo qytetari që ka qenë pjesë e këtij rrugtimi të suksesshëm. Së bashku po ndërtojmë një Shqipëri moderne, efikase dhe të drejtë. Ju falenderoj. Kam nderin të ftoj për fjalën e tij të rastit Kryeministrin e Republikës Shqipërisë, zotin Edi Rama. Përshëndetje gjithëve, është vërtet shumë krenari sa herë që na jepet mundësia të qëndrojmë për një moment dhe të shohim rrugën që kemi bërë dhe që bëjmë vazhdimisht drejt një transformimi historik të bazuar tek teknologjia. Dhe ajo që ka ndodhur në dekadën e fundit është e jashtëzakonshme dhe kjo është kaq e vërtetë sa që Shqipëria konsiderohet si një vend lider në rajon për sa i përket digitalizimit të shërbimeve publike dhe në çdo klasifikim europian ne jemi mbi mesin e klasifikimit, çka duke pasur parasysh se nga çfarë humnere e nisëm ngjitjen, e bën edhe më spektakolar këtë transformim. Një transformim që pa diskutim ka në radh parë emrin e drejtueses së Akshit, Linda Kaçanajt, e cila ka udhëhequr qysh në ditën 1 kur faktikisht Akshi ishte një agjenci fantazm dhe kur platforma që sot jep 95 apo më shumë % të shërbimeve drejt për drejt online, jepte një grusht simbolik edhe qesharak shërbimesh dhe ka arritur të krijojë një skuadër që sot është me të vërtet një skuadër e cila i shërben shtetit, por ama është lider në treg për sa i përket kapacitetet veta profesionale. Dhe nga ana tjetër,
pa diskutim që në këtë proces nuk mund të mos vlerësoj edhe ata që Linda përmendi, sepse ky është një proces që kushton. Dhe Shqipëria tani ka filluar të krijojë kapacitete financiare të konsiderueshme në raport me ambicien e vet. Por deri para pak kohe ka qenë e domosdoshme mbështetja që fatmirësisht e kemi gjetur nga disa partnerë. Është jo e lehtë të kthesh mbrapa ato pamje që ishin bardhëzi dhe që sot edhe për ne që i kemi jetuar në të përditshmën tonë deri përpara një dekade, duken sikur janë pamjet luftës së dytë botërore, qenë një realitet shumë i zymt, por trashëgimia e atyre pamjeve në formën e arkivave, në formën e depove, në formën e magazinave dhe të vrimave ku ishin bërë lesheli dokumentat e shtetit, është një trashëgimi ende që peshon dhe që na e vështirëson procesin, pasi digitalizimi i plot i atyre arkivave është një domosdoshmëri që të gjitha shërbimet të mund të merren në kohë reale, siç do të merren 54 shërbime drejt për drejt me vulë elektronike, vetëm me një kërkesë zanore ndaj diellës. Ama nga ana tjetër, janë 3.3 milion përdorues. Pra faktikisht gjithë shqiptarët që janë aktiv brenda apo jashtë vendit përdorin platformën dhe bizneset të gjitha përdorin platformën dhe prej vitit 2020 janë dhënë 49 milion shërbime. Tani parafityroni 49 milion qëndrime radhë. 49 milion kontakte sy më sy e vesh më vesh, frym më frym me shtetin në për sportele. 49 milion radha. 49 milion raste ku mundësia për të dalë të stresuar nga kontakti apo edhe për të pasur ndjesinë e një dore që të futet në pantallona për të kërkuar lek, është një mundësi reale. Të gjitha këto të eliminuara. Të eliminuara bashkë me mortjen e korrupsionit endemik, që ishte një mortje që e persekutonte Shqipërinë në çdo sportel, në çdo hap. Nuk ekziston më. Ne kemi bërë një audit ndërkombëtar të platformës për të kuptuar deri në fund se çfarë ka prodhuar ky transformim. 620 milion euro të kursyeera për qytetarët dhe për bizneset, vetëm nga ky transformim, vetëm nga asgjësimi i radhave, vetëm nga kursimi i kohës, 1 miliard kilometra rrugtim, 1 miliard kilometra rrugtim, vajtje, ardhje, njerëzish për të marrë dokumentat. Ose, se kjo më pëlqen, na e kanë vënë përpara si një shembull auditorët, 25.000 xhiro rreth tokës.
Të gjitha këto përfshin edhe shërbimet konsullore. Ata që jetojnë jashtë kanë kursyer 57 milion euro nga fakti që mund t'i marrin shërbimet nëpërmjet platformës dhe më e rëndësishme akoma, ata që jetojnë jashtë mund t'i marrin njësoj shërbimet si ata që jetojnë brenda, pa pasur nevojë të presin ditën kur do vinë në Shqipëri për të shkuar në radhë, për të shkuar te sporteli dhe për të bërë pjesëmarrësin në ato skenat e tmerrshme, besoj duhet akoma t'i mbani mend, të sezoneve të verës, kur në mes të vapës dyndeshin njerëzit nëpër sportele për të marrë shërbime. Dhe bëj një llahtar sikur ishin refugjat në ndonjë kamp lufte që pristin që luftonin mbrapa kamionit ushqimeve. Por ajo që është e rëndësishme sot të thuhet është çfarë po bëjmë aktualisht dhe çfarë do të kemi në dispozicion në vitet që vinë. Tani më Akshi ka marrë edhe flamurin e inteligjencës artificiale. Fati e desh që një ndër krijuesit e OpenAI dhe të ChatGPT-s të ishte një shqiptare, Mira Murati, me të cilën ne jemi lidhur qysh në javën e parë pasi doli ChatGPT-a dhe morëm vesh ekzistencën e saj, dhe sot fal bashkëpunimit me Mirën dhe me skuadrën e vet dhe punës së Akshit, negociatat me Bashkimin Evropian bëhen me inteligjencë artificiale. Është vendi i parë që përdor inteligjencën artificiale për të bërë negociata me Bashkimin Evropian dhe fal inteligjencës artificiale, transferimi i gjithë trupit ligjor të Bashkimit Evropian, aki komunitar, që është mbi 3 milion faqe, kryhet me një shpejtësi maramundse. Vetëm për të bërë këtë proces, Kroacisë, që ka shkëlqyer me integrimin evropian, janë dashur 7 vjet. Ne do ta mbyllim të gjithë procesin brenda afatit që kemi dakordsuar me Komisionin Evropian 2027 dhe po të shikoni fluksin e informacionit që vjen në kohë reale nga modeli inteligjencë artificiale i cili bëhet gjithmonë më i mençur dhe sot kemi faktikisht nëse e nisëm me një përpikmëri 90%, sot e kemi përpikmëri 99% në transferimin e bazës ligjore të BE-s në gjuhën shqipe, po jo vetëm kaq, por edhe në disa procese tjera që bën modeli, siç është komplementariteti me legjislacionin ekzistues, mbi vendosit e tjerë, është vërtet spektakolare. Është vërtet spektakolare. Dhe përtej kësaj ne kemi futur tani inteligjencën artificiale në Ministrinë e Drejtësisë si një nga ata detektorët që shikojnë nën tokën, për të futur në të gjitha shtresat e nën tokës së legjislacionit shqiptar dhe për të identifikuar të gjitha mbivendosjet që në vite janë bërë duke bërë ligje të reja që nuk kanë marrë në konsiderat ligjet e vjetra dhe për të pastruar të gjithë legjislacionin ton nga pengesat që krijohen pasi çfarë jep një ligj nuk ta jep një ligj tjetër. Sipas një ligji ty të takon kjo, të del një tjetër që thotë jo prit se ligji jon, pra ligji i një ministrie tjetër, nuk të lejon. Të gjitha këto, ne po i shohim edhe modeli është duke u trajnuar dhe besojmë që në 2 vitet e ardhshme do kemi një pastrim që nuk e ka bërë asnjë vend nga këta mesdhetarët, se gjermanët edhe
edhe Europa e Veriut nuk kanë shumë nga këto mbivendosjet, se kanë pak ligje dhe kanë shumë rregull. Këtej nga poshtë ka shumë ligje dhe më pak rregull. Ku hymë edhe ne, kuptohet. Tjetra që ne po bëjmë, e tha Linda, është modeli inteligjencë artificiale për programimet publike. Sot, fakti është, bazuar në raportin e Sigmës, që është instrumenti i Bashkimit Evropian për të monitoruar një sër aspektesh të qeverisjes ku përfshihen dhe programimet publike, ne jemi lider në rajon për programimet publike. Në licitacioni e programeve publike, ne jemi vetmi vend në rajon që nuk kemi piketat ndërmjetme dhe që Bashkimi Evropian e konsideron gati. Ndërsa në implementim dhe në integritetin e programeve publike, ne kemi arritur të jemi jo vetëm të parë në rajon, por të jemi me diferencë nga i dyti. Nga 100 pikë mundshme, Shqipëria ka marrë 80 pikë. Por ne jemi ambiciozë, do të shkojmë më tutje. Dhe duam që të zhvillojmë prokurimet me inteligjencë artificiale, ku pjesëmarrja e njeriut të zvoglohet në rolin e mbikëqyrësit dhe proceset të ndërtohen nga modeli inteligjencë artificiale, duke filluar që nga termat e referencës. Aty ku në fakt fillon problematika e cënimit të integritetit garës. Nuk e di, a keni dëgjuar në njëra të rastin, kur u bën termat e referencës për një rrugë dhe u vendos si kriter që kompania të ketë eksperiencë edhe në sisteme audio. Kuptohet që qëllimi ishte të japë një kompanie të caktuar. Dhe pastaj kur u pyetën për ç'ne audio për rrugën, sepse janë dhe zogjt që nuk duhet shqetësohen nga zhurma. Pra të gjitha këto, modeli, duke pas parasysh që ne kemi ndërtuar një sistem të bazuar tek njeriu që termat e referencës duhet të filtrohen nga Agjencia për Programimin Publik, dhe kjo e ka ulur në mënyrë të ndjeshme arbitraritetin në termat e referencës, gjë që na ka arritur shumë në raport me vendet e tjera të rajonit, por këtë tani do ta përdorim si bazë për trajnimin e modelit të inteligjencës artificiale. Tjetra është sektori i të ardhurave në tatime dhe ndogana. Fiskalizimi ka qenë një hap i rëndësishëm, por i pamjaftueshëm dhe i paplot pa hapin që tani po hedhim me inteligjencën artificiale në analizën në kohë marramëndse për nga shpejtësia të gjitha transaksioneve dhe në identifikimin e problematikave me transaksionet. Që do të thot një inspektoriat i taksave tërësisht i padukshëm dhe një inspektoriat i taksave që nuk të vjen të trokasit dhe derë dhe nuk paraqitet me shëmbulltyra nga një herë të rrezikshme për ekuilibrin emocional të personit. Dhe në një kohë shumë të shpejt, brenda këtij viti, ky model do të jetë funksional dhe modulet e tij do të zhvillohen në vazhdimsi. Kështu që do të kemi një pamje në kohë reale, siç kemi ekranin këtu, të gjitha transaksionet që ndodhin në Republikën e Shqipërisë, të gjitha kompanive dhe me sinjale, njësoj siç sinjalizojnë inspektorët real të këtij syri inteligjent mbi të gjithë Shqipërinë për të na thënë se ku po bëhet një lojë me të ardhurat që i takojnë shtetit. Elementi tjetër është kontrolli mbi territorin. Ne kemi dy aspekte. Njëri aspekt është monitorimi i territorit, aspekti tjetër është përshpejtimi dhe integriteti i procesit
të legalizimeve që ka mbetur në pjesën e vetë fundit. Kemi kryer 270.000 legalizime, janë dhe 60.000 tjera në proces, dhe këtu dua të sjell në vëmendje që kemi tani më një agjenci tjetër, që është Asigu. Një agjenci që fal edhe aty leadershipit të një gruaje, Vilma Tomços, progresi është shumë i ndjeshëm dhe pritshmëria jonë është shumë e lartë. Tani më janë në funksion dron inteligjent, janë në funksion sisteme satelitore të marrjes së informacionit gjeohapësinor dhe me ndërveprimin e mëtejshëm me Akshin dhe me futjen e inteligjencës artificiale dhe në këtë fush, ne do të kemi praktikisht një kontroll absolut mbi territorin, i cili do të përfitojë edhe nga qyteti, nga programi i qyteteve të zgjuar, që do të zbatohet nga Shqipëria në vitin ku jemi, do të fillojë zbatimi me sistemin e kamerave inteligjente në të gjitha rrugët, në të gjithë do të fillojë me qendrat e qarqeve, në shkolla, në spitale, në institucione dhe do të grumbullojë informacion të pafundëm, kështu që edhe këtu fal inteligjencës artificiale do të mund të largojmë përfundimisht policët nga rrugët dhe policia do të organizohet si në çdo vend tjetër e gatshme për të ndërhyrë kur është nevoja për të, por jo në kërkim të fajtorëve kur fajtorët nuk janë evident. Dhe më në fund do të arrijmë edhe në momentin kur shkeljet e rregullave të qarkullimit, shkeljet e shpejtësisë do të konstatohen në kohë reale, dhe në kohë reale do të vi fotografia jote duke buzëqeshur teksa nga adrenalina e rritur je duke ecur më shpejt se ç'duhet, me një këshill që të ulësh shpejtësinë, edhe me një informacion se ku duhet paraqitesh dhe kur për të paguar gjobën, me fotografi. Për të mos u zgjatur më tutje me arsimin me shëndetësinë e tjerë, duhet ta mbyll me atë që Linda përmendi, me përveç pasaportës europiane, që është ajo çka ne synojmë përmes antarësimit në Bashkimin Evropian, ne jemi duke punuar për kartën elektronike të identitetit, që faktikisht është e gjitha sipas standardeve dhe parametrave të përcaktuara nga Bashkimi Evropian për kartën elektronike të identitetit që Bashkimi Evropian do të fusi në funksion. Nuk e ka akoma, por parametrat janë të njohur, ne i kemi marrë parametrat dhe jemi duke punuar për kartën elektronike të identitetit Evropian, që do të shërbej fillimisht si kartë elektronike të identitetit këtu në Shqipëri, bashkë me të gjitha ato dhëna që Linda përmendi. Dhe për informacionin tuaj dhe të gjithëve, sepse të gjithë besoj e din, e mbajnë mend që ne jemi sulmuar egërsisht nga Irani dhe një përpjekje për të na fshirë komplet gjithçka që kemi ndërtuar në këto 10 vjet. Pra për ta bombarduar edhe për ta zgjësuar të gjithë të infrastrukturë. Dhe kemi qenë në fije të perit. Irani nuk është një haker i lehtë, është një nga fuqitë më të mëdha të terrorit digital. E kemi zbrapsur sulmin pa dëme të mëdha dhe duhet ju informoj që vitin e kaluar kemi pasur 42 sulme serioze. Dhe një vit përpara, në 2023, kemi pasur 63 sulme serioze.
Ju nuk dini asgjë për këto, askush nuk di asgjë për këto, për një arsye shumë thjeshtë, se sulmet që zbrapsen nuk bëjnë lajm. Por këtu hyn edhe faktori i tretë i këtij revolucioni, që është Accesku, agjencia e re që ne kemi ndërtuar për mbrojtjen kibernetike, dhe në këtë rast nuk është një grua, është një burr në krye, Igli, qëllojnë dhe burrat në njerë që janë të mbarë, Igli i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe bashkëpunimi mes Accesut dhe Akshit është absolutisht baza e këtij suksesi, që na ka dhënë mundësinë dhe sot ta themi me plot gojen, që pavarësisht se këtu është diçka më e fshehtë, është diçka më, nuk mund të bëjmë ekspozita me armët që kemi në dispozicion, por mund ta themi me plot gojë që kemi një nga fuqitë mbrojtëse kibernetike më të avancuarat në Europë. Dhe pa kostot maramundse të disa më të pasurve që i kanë mundësit të shpenzojnë më shumë, duke përdorur inteligjencën dhe eksperiencën e njerëzve, talentet shqiptare, që falë edhe shpërblimeve si të tregut që ju kemi vënë dispozicion, i kemi mbledhur në këto 3 kompani, do mbledhim dhe më shumë, dhe realisht asnjëherë mos thuaj kurrë, sepse në ndërkohë edhe forcat malinje përforcohen, sofistikohen, edhe kjo është luftë, është një luftë e përditshme. Këtu flasim për 42 sulme të forta, nuk flasim për ato ngacmimet që janë të përditshme, ose për 63 më parë që kanë qenë pjesa dërmuese nga njëjti aktor. Por i kemi zbrapsur me shumë sukses dhe askush nuk është dëmtuar, ndërkohë që projekti i shtrirjes së mbrojtjes në sektorin privat vazhdon, dhe unë përfitoj nga rasti i bëj thirrje sektorit privat të mos e nënvlerësojnë rrezikun që vjen nga terroristët digital. Të mos e nënvlerësojnë, kemi ecur shumë mirë me bankat në bashkëpunim edhe duke nxitur në mënyrë të vazhdueshme nga ana jonë, por ka shumë akoma boshllëqe që duhen mbushur me shpejtësi për mos lejuar që armiqt, se janë armiq, çfarë janë, ata që të sulmojnë në këtë farfeje, të gjejnë pikat dopta dhe të godasin duke krijuar dëme që nganjëherë janë pa llogaritshme. Shumë faleminderit edhe një herë të gjithëve, dhe po e mbyll me një falënderim të posaçëm për Katerinën, e cila është këtu. Unë nuk kam qejf t'i falenderoj ambasadorët, me thënë drejtën, se vetëm këtu në Shqipëri falenderojnë ambasadorët, na ka ngelur kjo si. Unë e kam ulur shumë nivelin e falënderimeve, po ndërkohë ata nuk e di domethënë, ata bëjnë detyrën për shtetin e tyre, ne rrimi falenderojmë sa herë që i shohim. Edhe ju krijojmë dhe idera çuditshme sikur ç'a janë. Megjithatë, në këtë rast e thash këtë për të thënë që Katerina meriton një falënderim realisht posaçëm, sepse na ka dhënë një ndihmë të madhe për këtë fushë, duke u bërë urë e një ndërveprimi me një agjenci që është nga më të mira në botë, nga Franca, dhe me ekspert nga më të mirë në botë. Franca sot ka marrë leadershipin e digitalizimit në Europë, dhe duke krijuar një partneritet me disa projekte të posaçme që nuk ishin pjesë e kësaj bisede, por që janë shumë të rëndësishme për vitet që vinë, dhe që ne kemi shumë besim që dorë për dore me Francën ne do t'i realizojmë. Kuptohet duke pasur parasysh që Franca është vend i varfër, edhe na jep mend, po
lekët duhet i gjejmë vetë. Shumë faleminderit. Zonja dhe zotëri, këtu përfundon sesioni i parë i konferencës për t'i lënë vendin punimeve në panele. Faleminderit për pjesëmarrjen.